Mirë, është momenti që të shkojmë tani në stacionin e përkohshëm, po nuk e dim se sa i përkohshëm është, përpara kryeministrisë, një stacion i përkohshëm nga Shqipëria Bëhet, ku ndodhet Adriatik Lapaj për të biseduar për disa zhvillime të ditëve të fundit. Faleminderit Adriatik që rikthehesh e gjem pak kohë nga koha që po je në aksionin tënd politik për të bësh biseduar në revista MCN. Falenderoj ty për faktin që kujtohesh çdo javë. Okej. Nuk po e vazhdoj fjalinë time që është detyrim edhe profesional, por edhe publik. Po dua të bëj një batut tjetër që më shkoi në mend tani. Më duket se kaq shumë kohë sa u bë që po rri aty, ndoshta rreth 2 muaj kam përshtypjen, përpara kryeministrisë. Po ti mbledhesh bashk orët që ti je përpara kryeministrisë, ndoshta mos janë më shumë se sa orët e mbledhjeve që kryeministri Rama merr pjesë si prezencë reale fizike në mbledhjet e qeverisë. Apo jo? Sot është dita, në mos gaboje, 47 e protestës. Po. Nga java e kaluar ku ne bëm lidhjen e fundit, kemi realizuar dhe protestën e tretë të madhe, e cila kishte numrat konsiderueshëm dhe gjithmonë më e madhe po bëhet. Dhe jemi duke përgatitur protestën e datës 31 janar në orën 6 pasdite, që ne mendojmë do të jetë shumë masive. Unë tani për të qenë, si i thonë fjalës fair, pra në kuptimin i barabartë për qëndrime dhe deklarime publike, kam sot një qëndrim që e them për herë të parë në fakt, dhe mendoj se është real për mua, gjithmonë kjo është subjektive, po unë thash kështu, për sa kohë Partia Demokratike që është partia më e madhe, thret një protest, thot që do rrëzojmë Ramën, pastaj thot që ne jemi aty për të treguar forcën, Rama nuk rrëzohet, unë mendoj që nuk ja vlen më ta bësh as lajm këtë gjë, po referohem te Partia Demokratike. E thënë kjo, deri ditën kur të vi lajmi që Rama u rrëzua politikisht, sepse Berisha tha nuk do ta rrëzoj Ramën as ndërkombëtarët, as SPAK-u, pra as drejtësia, do ta rrëzojmë ne si opozitë dhe si Parti Demokratike. Dhe unë them kështu, deri kur të vi dita që na dal ky lajm, as nuk ja vlen më që të merremi me gënjeshtra politike, të cilat unë i konsideroj kështu sepse kemi arritur tani më dhe në fyrje të inteligjencës kolektive, të inteligjencës publike, le të themi. Kështu që në këtë kuptim, ma mirë kupto idenë që unë vërtet do ta bëj lajm edhe ditën kur ju realisht jeni bërë një forcë që ta lexoni atë realitet politik dhe ta përktheni në rrëzimin e njeriut që qëndron në kathin e dytë të godinës pasteje. Ndërkohë, e fillojmë radhë dhe pastaj dalim në fund si logjik. Sa po është mbyllur një proces? Mund të bëj një ndërhyrje? Patjetër, i hapur, po gjithmonë. Shiko, ka një dallim në sa thatë. E para një, ne jemi angazhuar në këtë protestë pa ndalim në maksimumin e asaj që mund të bëj politikisht një individ apo një grup qytetarësh apo një forcë politike. Ti e di që e kam mbështetur unë këtë. Ajo që po bëjmë është maksimumi i asaj që ligji lejon për të bërë në një republikë. Qartë. Pastaj pjesa tjetër i takon në dorë qytetarëve dhe ne po mundohemi që ta vrasim frikën e qytetarëve, t'i angazhojmë, ta kthejmë shpresën dhe javë pas jave numri po rritet. Pastaj, a do doja unë që kjo të kishte ndodhur brenda javës? Me thënë drejtën do kisha dashur të kishte ndodhur brenda 3 ditëve. Por bëjmë më të mirën që mundemi. Kjo është ideja. Nuk vura një barazim. Nuk vura një barazim midis jush. Shiko, doja vetëm thjesht isha unë korrekt në raport me atë që po mbaj si një lloj qëndrimi politik edhe publik gjithashtu. Jene të drejtën tënde. Dhe po them këtë gjë. Për sa kohë ne kemi kaq shumë vite që themi sot mblidhemi se do rrëzojmë Ramën, sot mblidhemi do rrëzojmë Ramën, do filloj revolucioni, pastaj revolucioni ngel në gjys, pastaj fillon podcasti Berishës ngel në gjys, po i përmend këto si element për të dhënë një lloj substance politike se si opozita nuk është fare koherente dhe nuk ju përfshiu në përgjegjësinë që kanë ata ose anasjelltas. Por në një kuptim, shqiptarët ka nevojë që ta ndjejnë realisht ndryshimin, besimin te ndryshimi dhe ai ndodh, ose kur do ndodh, dhe pse do ndodh, ditën që do ndodh. Edhe le ta bëjmë lajm të gjithë, le ta themi të gjitha të ditë. Por kjo nuk do të thotë që të dekurajoni ju nga nisma që keni ndërmarrë dhe prandaj jemi edhe në këtë bashkëbisedim, se për ndryshe nuk do e kishit të hapësirë dhe ne nuk do komunikonim. Kjo nuk është një arsye pesimiste. Kjo është thjesht një lexim i realitetit, prandaj unë e theksova. Tani vim te ngjarjet e javës.
Juve keni fituar një gjyq me Agron Shejajin e Partisë Mundësia, i cili nga ana e tij tha që në fakt gjyqi më dha të drejtë mua sepse rrëzoi shpifje, nuk ishte një shpifje, por mori vetëm një interpretim të pjesës së dytë. Tani, çfarë mendon për këtë histori? Për këtë lloj interpretimi edhe këtë lloj loje që ndodh midis jush? Personalisht nuk do kisha dash që të kisha hyrë në këtë debat fare që në kryet e herës para zgjedhjeve, por ju e dini që u bë për të na godit ne në mënyrë elektorale dhe një farë efekti jo të vogël e ka pasur, besoj. Dhe është një shërbim shumë i madh që është bërë sistemit praktikisht. Gjithsesi unë pata kurajon qytetare dhe drejtësinë me vete për të ndjerë i lirë për të shkuar përballë gjykatës dhe shkova në gjykatë. Dhe lajmi tashmë është një dhe vetëm një, që një deputet i Parlamentit të Shqipërisë, pra Agron Shejaj, si deputet i Parlamentit të Shqipërisë, është dënuar penalisht. Këtu hym pak tek loja e fjalëve. Agron Shejaj thotë që unë nuk do të ndaloj, edhe pse u penalizova, do vazhdoj të paguaj edhe për fyerje, por nuk kishte shpifje, pra ngjarja ishte vërtet, thot ai. Ndoshta ishte mënyra e gabuar që u dënova, supozojmë, është ky interpretimi im, por fakti nuk ndryshon, thot ai. Do të dalë vendimi i shkruar dhe ju do ta lexoni, është kaq e thjeshtë. Qartë. Dhe unë po ju them që prokuroria në çështje mbajti dhe për shpifjen një qendrim sipas së cilit nuk vërtetohet asnjë nga akuzat e pretendimet e zotërisë, por për shkak të faktit që ai ishi zgjedhur dhe për shkak të vendimeve të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit në lidhje me lirinë e shprehjes, konstatohet që arrin deri te fyerja, nuk konstatohet sipas gjykatës dhe prokurorisë në atë fazë, në atë shkallë, që mund të jetë dhe shpifje për shkak se prevalon liria e shprehjes, u tha. Gjë që unë nuk jam dakord për këtë pjesë, e gjë për cilën sigurisht që unë do të ndërmarr veprimet ligjore sipas ligjit. Unë mos prisni që të dalë dhe të mallkoj ndonjë gjyqtar, të shaj ndonjë prokuror, nuk e kam bërë ndonjëherë se jam njeri i fushës, e respektoj ligjin. Mos dakordsitë e mia për një pjesë caktuar mund i shpreh përmes ankimit, mund i shpreh në institucione, kaq. Qartë. Por fakti sot është shumë i thjeshtë. Një deputet i Parlamentit të Shqipërisë, që është Agron Shejaj, është dënuar penalisht nga gjykata e posaçme për fyerjen ndaj personit tim. Tani, a mund të diskutojmë diçka që më lindi gjatë kohës që po bëje këtë shpjegim, edhe për të dhënë një lloj, si më thënë, mesazhi në këtë rast. Shiko, ti ndodhesh, po drejtohem me ti, ma lejon besoj apo jo? Kemi kaq konfidenca, mund t'i drejtohemi njëri tjetrit me ti, ose në emër. Ti ndodhesh midis një, le të themi, segmenti ku është profesioni yt si jurist dhe avokat njëkohësisht, po dhe si politikan. Në një farë mënyre këto dy profesione dhe piktakohen, po dhe ndahen diku. Pra ndahen besoj te morali. Pra morali kur një avokat duhet të mbrojë edhe një person që ka kryer një krim, qoftë ky krim më i rëndi, vrasja, pra heqja e lirisë së tjetrit. Pra dhe në pozitën e avokatit ti do ta mbrosh atë, sepse kjo është detyra jote. Por ndërkohë morali politik është diçka tjetër. Tani, midis njërit moral, që është morali profesionit, morali i jetesës që ke zgjedhur, dhe kjo nuk është e palishme, është krejt normale, reale, për çdo njëri që merret me këtë profesion, madje me shumë respekt ndaj çdo avokati dhe avokatit në tërësi si profesion, kemi një lloj kontradikte me atë çka opinioni publik percepton në raport me moralin. Tani, si do e shmangësh këtë sulm se kjo do të ndodhi në mënyrë permanente, themun? Pra, do përpiqen të të sulmojnë aty ku mendohet se mund të goditesh me efekt publik, dhe ky ishte rasti apo jo? Qartë. Unë për respekt ndaj saj që bëj dhe ëndrrës që kam për të kontribuar në jetën publike të këtij vendi në këtë drejtim, prej ditës që kemi themeluar lëvizjen e në vazhdim, e kam reduktuar shumë numrin e çështjeve dhe llojin e çështjeve që marr, që të jemi të qartë. Sigurisht që para se të janë politik, kam qenë një avokat që ka bërë çështje ndryshme, por në 95% të rasteve, unë jam marrë me çështje civile. Nuk jam marrë fare me çështje penale. Kështu që në këtë drejtim do vazhdoj të punoj, por sigurisht që nuk ja lejoj vetes që mund të vetet marrë dhe të përfaqësoj në gjykatë posaçme një çështje e cila lidhet me një ngjarje të rëndë kriminale. Po unë këtë po thoja praktikisht. Pra në profesionin tënd nuk mund të bësh kufizime dhe pse ke zgjedhur ta bësh këtë gjë, dhe pse ke zgjedhur, po praktikisht po i shmang çështjet për të
Për të mos komplikuar situatën publike dhe politike që ke. Për të mos i dhënë ushqim material. Argument edhe baltë politikës. Po kaq, lidhet më shumë me aspektin etik dhe atë që unë zgjedh, po profesioni im është një profesion që kudo në botë është i nderuar. Mos shinë Shqipëri që e kanë kthyer në sekserolog. Me që jemi të ky diskutimi i profesioneve, besoj që s'ke paragjykim për këta që punojnë për call center, apo jo? Unë nuk kam paragjykim për asnjë profesion, mjafton të zbatoj ligjin. Ta bëra pyetjen e call centerave, sepse doja ta lidha me skandalin e call centerave, ishte një lloj paranteze e vogël. Besoj që e vën ndjeni për këtë çështjen e call centerave dhe duke qenë si një person që edhe pse e marrë me çështje civile, po ata këtu bashkërendojnë të dyja, edhe pak çështje civile, po edhe pak penale. A ke një lloj ide çfarë është kjo katastrofë e këtij skandali me përmasa ndërkombëtare ku miliona euro gjenerohen nga një aktivitet i tillë, ku vetëm kryeministri pas i ka siç ka grilat mbyllur dhe veshët për të dëgjuar të tilla skandale ku na i zbulojnë partnerët ose si më thënë kolegët gazetarë italianë në rastin konkret. Jo, dhe partnerët dekonspirohen, ky është problemi. Problemi është që përveç se i zbulojnë ata dhe dekonspirojnë kur vjen momenti për të shkuar e për të finalizuar, bërë procedurat, finalizuar aksionet. Vere, një lloj heshtjeje të çuditshme të politikës kur gjithë ky skandal i madh na plas këtu në qendër të kryeqytetit. Pra nuk flet as mazhoranca, as opozita, as ata që denoncojnë shpesh herë, pra dhe veta Gronshea që denoncon shumë kauza dhe që është pjesë e kësaj bote, pra që merret me këtë biznes, nuk flet sepse i cënohet dhe vetë atij interesi. Pra unë po t'isha i ndershëm në interesin tim, do bërtisja me të madhe, nëse dikush cënon konkurrencën, le të themi në një farë mënyre, në tregun ku unë veproj në mënyrë të lishme, veproj sipas asaj që shteti ka përcaktuar si ligj. Në këtë kontekst më duket sikur ka një lloj kompromisi politik të gjithanshëm nga majtas në djathtas ose anasjelltas. Qëndrimi politik e di gjithë secili. Po ju nga ana tjetër e dini që Shqipëria, se ky është vend i vogël, merren vesh të gjitha. Ju e dini që në Shqipëri është nga vendet që prodhohet Bitcoin më shumë në nivel botror. Ju e dini këtë. Me thënë drejtën, nuk e kam provuar, e kam vetëm dëgjuar, po s'po e provoj dot se do ta nxjerr si skandal. Po sa të më vinë ca prova. Edhe unë të dëgjuar e kam, por të dhënat thonë që është e dëgjuar dhe bodrumet e institucioneve qendrore të vendit, kështu që harxojnë shumë energji nga sa thuhet. Kështu që po të merren ato faturat e institucioneve qendrore të shihen sa energji kanë harxuar para 10 vjetësh, sa harxojnë tani të krahasohen. Po thua që janë të implikuar institucionet në prodhimin e Bitcoinit, se unë se kam të indikacion. Po të merret e të krahasohet energjia që kanë harxuar para 10 vjetësh mesatarisht në muaj dhe të krahasohet me atë që harxojnë në muaj vitet e fundit. Edhe ndoshta del ndonjë gjë, ndoshta del në siç. Tani mos e lër kështu. Nuk kam prova. Mos ma lër kështu me pikë pyetje se diçka. Nuk kam prova. Po diçka ta kanë thënë se ta kanë lënë kaq kështu, kaq evazive të përgjithshme, mos qesh tani. Qose po të paktën ma adreso sektorin se o lumtoi vetëm më orientote sektori. Po ta thash me institucionet qendrore të vendit. Po institucionet qendrore janë shumë institucione qendrore. Ma zvoglodhe pak rrezen. Okej. Po institucionet që ndodhen nëpër bulevarde. Okej. Ktheve edhe pak kokën ande nga kryeministria. Thua prodhohen Bitcoin kryeministri? Se vetëm kopshti i Edeni është aty po. Ka dhe godina të tjera në bulevard, kështu që. Përveç se tani s'po dim kë skandal ndjekin përpara call centerat, Bitcoinin, Akshin, apo Durana Park që kanë bërë park industrial high-tech, park teknologjik high-tech dhe kanë përfshirë dhe kompaninë si Lufthansa edhe që s'figurojnë fare aty, këtu marzit edhe këto marifetet si i thonë nuk kanë fund edhe ne çdo dëgjojmë, çdo mësojmë, e çdo shikojmë na i mbetet kohës, por le të vim te një moment që t'i japim takimit tonë dhe fund për ta lënë hapur për tjetrin e radhës javës tjetër. Më theq për një protestë madhe, por për te pritshmërive, apo dëgjon kush, ka dëgju kush të paktën nga këta aktorët ndërkombëtar. A ke patur ndonjë kontakt prej tyre, ndonjë reagim apo asgjë? Kam patur.
Po, kam padur kontakte, disa kontakte, madje të vazhdueshme. Të kanë takuar apo i ke takuar duke shkuar? Jemi takuar, po jo vetëm. Po. Në mënyrë të vazhdueshme kam pas kontakte në nivel të rëndësishëm. Kështu që në këtë drejtim, Tani, unë mendoj që mos e bëjt mistershme për njerëzit se do krijojmë efektin e kundër, do thonë ti ku gënjeu. A mund të themi ndonjë gjë konkrete? Po, më ka dhënë, shiko, Denis, unë kam një natyrë që flas sa duhet, sipas kohës kur duhet. Okej. Kur më thoshin atëherë për pjesën e qeverisë, nuk i dha shumë zë, pastaj u vërtetua më vonë që vajti ai avokat populli dhe pastaj këta nuk e prigënjeshtruan dot atë që unë thash, që kisha të drejtë në atë që thash. Kështu që dhe këtë që po të them më beso, domethënë nuk flas më shumë sepse në këtë fazë nuk jam i autorizuar të flas më shumë. E kuptoj. Në kuptimin e autorizuar në aspektin e marrëdhënies njerëzore, kur ti nuk ke dakordsuar që të shprehesh më shumë. Ka një kod i cili është i pashkruar por i nënkuptuar. Ka një kod etik. Qartë, Ka një kod etik. Po, për kuriozitetin tënd gazetaresk, unë të dash përgjigje deri në atë pikë që kodi etik e lejon. Dhe po të them që po kam pas takime, i kam pas vazhdueshme, kam sërish takime dhe të jeni të bindur ju që nuk është se po kalon dhe aq pa u vënë. Okej. Pyetja ime në 31 janar, në 31 janar në orën 6 pasdite, koha do jetë e mirë, masivisht në shesh, të gjithë përballë atyre që na vjedhin, hajdutëve. Okej. Mirë, takohemi prapë, flasim prapë atëherë për gjërat deri në 31 janar. Përshëndes. Të përshëndes edhe unë edhe turoj shëndet se pash se ishte edhe pak me viroz, ndoshta ose gabova, po shpresoj që ti jesh mirë me shëndet. Vini e këtu tani u bë, është gjithsesi imuniteti përforcohet. Okej, faleminderit Adriatik Lapaj nga Shqipëria bëhet.